Zoti Islami, çfarë po ndodh me rastin e Belinda Ballukut, ku duket se ka rënë tashmë në heshtje dhe topi ka kaluar gjykatës kushtetuese? Edi Rama në këtë rast është duke mbrojtur atë dhe veten që po vepron në këtë mënyrë, apo fshihet diçka tjetër në këtë rast? Këtë dëshiroj ta dëgjojnë ata zotërinjtë e BKI-s, të Spakut dhe ambasada amerikane dhe Marco Rubio. Ta dëgjoj dhe ai. Çpun ka hajdutlloku me gjykatën kushtetuese. Me këtë tallën këta. Po pra çfarë punë ka? S'ka si punë tallet me shqiptarë, tallet dhe me amerikanët. Dhe i lumë që i shkon gomarin urë. Të mbetemi te rasti Belinda Ballukut. Ju si e shikoni në këtë rast, Edi Rama po mbron veten e tij duke mbrojtur Ballukun, apo po luhet diçka tjetër në këtë mes? Po s'bëhet fjalë para që mbron veten. Kjo situasë në këtë dinë kalamajt e rrugëve. Si ore pushohet nga puna, jo pezullohet nga puna me vendim të gjykatës speciale kundër krimit dhe korrupsionit, dhe është akoma në qeveri, është akoma zëvendës kryeministri. Jo më zotëri, jo, është band hajdutësh që vjedh dhe janë bashkë dhe ajo i di të gjitha pislliqet e Edi Ramës, prandaj nuk ndihet, nuk luan miza, nuk luan. Çfarë di në këtë rast sipas jush? Si kam unë dokumentat, i ka Spaku dokumentat. Dhe çfarë di ajo, i di Spaku. Çfarë di ajo, i din ministria që ka drejtuar ajo deri dje, janë të tëra të ditura, të njohura. Unë nuk kam bërë hetim që të t'ja përgjigje se çfarë di ajo. Nuk e di. Po ta marrun pyetje, di se si them dhe si kërkoj. Por këtu gjërat janë të tilla që komunistët nuk e lëshojnë njëri tjetrin, nuk njihet sistemi i dorëheqjes në Shqipëri, nuk njihet kultura e dorëheqjes në Shqipëri, nuk njihet kultura demokratike. Në Shqipëri jetojmë në diktaturën e Enver Hoxhës, të ripërsëritur me fjalën rilindje, dhe rilindja është rilindja e Partisë Punës. Rilindja e Partisë Komuniste të Shqipërisë e vitit 41, 45, 90, 2025 e drejtuar, e krijuar nga sërbët Dušan Mungosha dhe Miladin Popovici dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite. Kaq. Zoti Islami, pse Spaku nuk vepron kundrejt Edi Ramës, duke qenë se ai ka firmën atje si kryeministër në rastin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Territorit, teksa udhëzon ministren e infrastrukturës Belinda Balluku për tunelin në Llogaras? Zoti gazetar, Spaku është në komandën e Edi Ramës, kjo është vërtetuar katërcifrisht. Kaq. Po si është në komandën e Edi Ramës? Se njëherë thoni e kanë amerikanët, njëherë e ka Edi Rama. Kush e ka tani? Nuk e them unë. Është thënë dhe na është thënë që Spaku na kanë krijuar amerikanët. Derisa e kanë krijuar amerikanët, i dalën zot. Një bëjnë dy. O e kanë krijuar amerikanët dhe duhet të shërbejë ligjit dhe demokracisë së Shqipëri, ose janë tallur me ne dhe amerikanët dhe komunistët e Shqipërisë. Ka që thjesht është. Në këtë rast, si mendoni se gjykata kushtetuese do të vendosë kundrejt Belinda Ballukut javën e ardhshme, duke qenë se pritet që të merret një vendim kundrejt saj? Unë mendoj që gjykata kushtetuese duhet ta kthejë mbrapsht. Mos e shqyrtoj fare, se nuk ka të bëjë me shkelje ligjshmërie. Ka të bëjë thjesht me hajdutllok, me vjedhje. Nëse gjykata kushtetuese merret për të mbrojtur hajdutët e Shqipërisë, që dhe ajo është pjesa e nomenklature politike, nuk më çudit, mund ta bëj. Zoti Islami, si e shikoni vitin e ri 2026 në raport me Edi Ramën dhe a do të vijojë ai të qeverisë deri në vitin 2029? Nëse nuk ndryhojnë amerikanët dhe nëse Spaku nuk bën detyrën, ai do vej jo në 2029, por do vej në 2329. Po çfarë do duhet bëj nga ana tjetër opozita, e cila duket se ka filluar që të zijë brenda saj dhe grupet caktuara kërkojnë rrëzimin e Berishës? Prapë zë në gojë opozitë, po ku ka opozitë më zotëri? Pa jo opozitë që është pra? S'është ka opozitë, jo. Nuk ka. Nuk ka opozitë. Është Partia e Punës të pushtet me dy bandit atje, me dy hajdut, Salihun edhe Edi. Po lëvizjet e fundit, si i keni parë kundrejt Berishës, ku po përpiqet që të rrëzohet Berisha nga drejtimi i Partisë Demokratike? Nuk e dim çfarë zien atje brenda. Po duhet i keni lexuar lajmet e së fundmi, ku ka pasur një takim të grupeve të caktuara.
Po nuk I lexoj sepse po si pas vetë gjërat, po si dëgjova vetë, lajmet janë lajme. Secili shkruan çfarë do qepi. Do ta jepja mendimin tim, po që se do isha atje të dëgjoja çfarë thon, ose po që se do të shikoja në ekran çfarë thot njëri e tjetri. Ata asnjëri nuk ngrihet kundër Saliu se nuk janë ban, se Saliu ka krijuar atë klik banditës dhe hajdutësh që nuk ka burnën që I afrohet. Dhe kam parasysh atë flamurnokën që I tha saj vajzës zonjës atje në kujse në Kamës. Në Kamës ku që I tha, unë të heq nga partia ty, I tha. E ka pronë. Ore këta janë të pa fytyrë. Zotëri janë të pa fytyrë. Si e shikoni reagimin e flamurnokës në këtë rast kundrejt një antarje të thjesht Partisë Demokratike? Reagim banditi kundrejt viktimës. E quan viktim atë. Ajo nuk është më parti. Nuk është më Partia Demokratike. Ajo është një grup I strukturuar kriminal I cili tallet me ish simpatizantët dhe me simpatizantët e tij. Pik, s'ka asnjë gjë demokratike aty. Asnjë fije demokracie nuk ka aty. Ai s'ka bër, ata s'kan bër kongres, ata s'kan bër mbledhje të grup seksioneve, ata s'kan s'kan pranuar kandidatura nga baza, po të tëra I cakton ai atje sipas prefekturave, preferencave, m'fal, që ti miratojnë ato që bën ai, edhe hajde mirëpafshim. Kjo është mënyra e qeverisë, siç e kishte Enver Hoxha, eksaktësisht motamo. Sali Berisha në strukturën e Partisë Demokratike imiton 100% Enver Hoxhën. E harruat kopi-gopin e 2005-s, që sollin na djalli sëmës atë Lulushin, ai Sali Berisha. Po në këtë rast, çfarë do duhet të bërë brenda Partisë Demokratike duke pasur elemente të tillë si flamurnoka, të cilët nuk po bëjnë dot opozitën e duhur përballë qeverisë së kryeministrit Edi Rama? Duhet të shkrihet ajo udhëheqje, të krijohet udhëheqje e re e Partisë Demokratike dhe të dalën në krye demokratë të mirëfillt. Ke Lisandër Hoxhën, që është djalë I shkëlqyer, që e njoh, ke Erges Eskiu, që është dhe ai një djalë shumë I mirë, po këtyre s'u hap njëri rrugë, dhe rruga I hapet banditëve si flamurnoka. Ja kaq. Pse Berisha nuk e hap rrugën për drejtimin ose që të shfaqet një leadership I ri për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike? Sepse ai me ombrellën e kryetarit të PD-s është akoma I lirë, se do që futur me kohë në burg. Se thjesht po një plus do që të siguroj që nesër pas nesër Partinë Demokratike ta marrë bija si po flitet. Ju mendoni se mund ta marrë Argita Maltezi? Atë plan ka Berisha, se di sa do realizohet. Se kjo është folur. Në qarqit e PD-s është për folur dhe folur. Nuk e di. Prandaj thash që nuk mund të jap mendim pa qenë vetë atje. Po, nga ana tjetër, si e shikoni fatin e Berishës, duke qenë se nuk po lëshon pe sa I përket drejtimit të opozitës, konkretisht Partisë Demokratike, dhe nga ana tjetër ka vendosur që të mbaj foltore javë për javë përpara kryeministrisë. Çfarë kërkon të arrijë në këtë rast? Asnjë, thjesht të mbaj veten në pushtet. Asnjë për demokratët, asnjë për demokracinë, asnjë për Shqipërinë. Thjesht për interesin e tij personal. Kaq. Zoti Islami, a është Berisha njeriu kryesor që mban në pushtet Edi Ramën? Fiks, mos e luaj më. Kjo shprehje I vulën bisedës. Edi Ramën e mban në pushtet antari I Partisë Punës Sali Berisha. Po si, me çfarë lloj mënyre? Ja, duke shkatërruar opozitën. Po të kishte opozit, do rrite akoma Edi Rama aty ku është? Është përdor mekanizmi, shuarja e opozitës, shkatërimi I opozitës, qëndron I jep mundësinë Edi Ramës të rrinë pushtet, kaq e thjeshtë është. Dhe pyetja e fundit, si mendoni, cila duhet të jetë rruga që duhet ndjek opozita në këtë rast në përballjen me Edi Ramën? Opozita të organizohet njëherë të heq të qërojat kupol që kanë krye. Të qërojat atë kupol që kanë krye, të dalën djemtë e ri dhe vajzat e reja në krye të Partisë Demokratike, të bëhet vërtet parti e djathtë, të grumbullojë rreth vetes të gjithë pasardhësit e të përdjekurve politik dhe të pronarëve të pronave të Shqipërisë, që të bëhet parti e djathtë e mirëfillt. Ndryshe do rrihet dikush edhe mirëse dhe të vegjetojë. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë falenderit për ftesën.